Kryemafjozja e Akshit, Mirlinda Karaçanaj, me pacipsin më të madhe, apo Lubia Bis, u paraqit mbrëm në studio televizive për të faktuar shqiptarve mashtrimet publike të paturpshme që bëri Edi Rama për të gjorën Mirlinda, për të mbrojtur de facto lindën e Surrelit. Studio është graska ku shpirti hajdutit do thoshte Shakespeare kapet si laraska. Mirlinda doli aty për të thënë se Edi Rama nuk ka gënjur kur ka deklaruar se e gjora banor në një apartament me qera dhe se s'ka as një pronë dhe se ka as një makinë, se si jep makinës. Në fakt, Edi Rama, një lloj si Lubis, edhe ndaj saj do ishte javë të mirë të çdo veprim, por ka një problem të madh. Në qoftë se në rast e Lubis qëndron vetë mbrapa direkt, aksioner me 60% të dosjes, në rast e Mirlindës, drejtoresha e vërtet de facto është lindja e Surrelit. Po, e njohur dhe mirë njohur, me dokumenta zyrtare në dosje prokurorie. Ndaj dhe Edi Rama mori përsipër të mashtroj publikun. Dhe me qenë se pas këtij mashtrimi, si cili di shpitar, organi prokurorisë dhe mediat publikuan një nga një pronat e kësaj hajdutje, që banon një apartament 800.000 euro aty ku është, të paktën 200 metra katror për të mos thënë 1 milion euro, dhe gjoja pas ka me qera 600 euro në muaj. Kuptoni ju? Që pa 3.000 euro aty se është një qindar kur në atë vend. Po të jetë kështu. Po së është kështu, është i berë, në përmbet, gjithë një del. Menaxheri i saj është Gjysagasi. Ai këte apartamenti, thot një firmë e Fortis Betona, si quhet, që bleje ti e shite këtu me një fjalë. Dhe në fund, del kjo e gjora me qera 600 euro në një apartament 200 metër katror të Era Albania, ku qeraja është të paktën 3.000 euro për 200 metër katror. Pra, kjo e fundosi dhe më zi Edi Ramën. Sepse Mirlinda, që në fakt është një prestonome në shumë afera e lindës së Surrelit, jo që nuk mbrojti, dot, as një nga mashtrimet e Edi Ramës, por përkundrazi, me qëllimet e saj, me pamjen e saj, ajo faktoi të gjitha mashtrimet. Natyrisht, të kuptohemi, Mirlinda